kemi edhe ca varre që shkojnë njerëzit dhe luten. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk." Përveç Allahut, mos ju lut askujt nga ata që nuk të bëjnë as dobi, as dëm. Po t'ishte sa i vdekuri do t'i bonte dobi dikujt, do t'i bonte vetes tij. Askush nuk do me vdek. Por ai ka vdek. Pra ti elhamdulillah ecën, shikon, dëgjon, flet. Ndërsa ai as nuk ecën, as nuk ha, as nuk pi, ka vdek. E ka mbyll kapitullin këtë dynja. Prandaj njeriu duhet me ju lut vetëm Zotit gjithësisë, të gjallit, të përjetshmit, ai që jep jetë, ai që e merr atë, ai që ka në dorë gjithçka, Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar thot: "Ud'uni astajib lakum." Lutmuni mua të përgjigjem ju. Nuk duhet me ju lut varrit, gurit, drurit, njeriut, por me ju lut Allahut lartësuar, krijuesit të gjithësisë.